Po vazhdoni me qëndru me hashtag Gjesin e tash në pjesë të fundit, po më duket të manë si me kanë kafe, se i kam shoqet e mija të ftume, Vjosën edhe Pranverën. Prej fillimit të shtatë është Vjosa, bashkë me mu, gjithashtu edhe Pranvera ka qenë një prej vajzave që e ka fillu karierën e saj në të shtatë, që sot, 8 vjetorin, po e shënojmë bashkë me to. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shpo më do këtë interesant. Me qenë sa mire. Ajo kishë marrë malli mu të gjuherët, se një kohë e këna pas të përditshme kështë. E vërtet, në fakt nuk është që nuk e kemi tash që të mos i nona. Ju kanë ndru dinamika. Kështë që është bu tash e përditshme, nuk është diçka e ri mu, mëngjesi. Po, mu kishë malli marrë në punë, po me ungri mu herët jo edhe në trafik. Me unguti jo, po për ndryshe urime 8 vjetori i të shtaqet. Shumë urime. Urime të shtaqet, edhe gjithë ekipës, edhe gjithë stafit, edhe knatësi që jemi pjesë. Pranvera ka qenë, po apet, po vazhdojmë me Prapë është knatësi edhe për mu që kom qenë pjesë të shtaqet. Po është gjithmonë knatësi me qenë pjesë e një televizioni tillë. Na në fillim e donin e përmendëm që kur kemi fillu në intervjist në të shtatë që tash që kena pas ato fazat si me hi në shtri. Dhe Pranvera ka qenë një prej ftyrave kështu të dokumentarit që e patëm bu të shtatë, si një prej ftyrave dhe vajzave matria që ke qenë pjesë që ju ke bashku të shtatë dhe që ke linë gjatë luftës, që e kam potencu këto që nuk kemi mujtë pa e marrë një vajzë që ka linë gjatë luftës. Do këtë që ajo historia jam e kon një për arsyem se jam bo pjesë dhe kom lënë shumë përshqy për intervjistës parë. Po kjo ka qenë veçantia shumë rëndësishme diçka për mu, edhe shumë ma emocionale fakti që jam bo pjesë e dokumentarit hapis televizionit, edhe duke qenë edhe ma e vogla prej gjithë kolegëve gazetarëve që veç hymë si të paret me hap të shtaqin, ka qenë po ashtu një knatësi shumë e madhe, edhe mbi gjitha ka qenë një mundësi cilën unë e kom lërsu shumë, sepse kom qenë veç 18 vjeqe, në CV-n time nuk është që ka pas diçka që të regon ma shumë për mu, kështu që është dasht me ma japë qatë mundësi që unë me të regu të shka ma shumë për vetës. Në fakt nga ka japë të shtatë që mundësin të qëjave. Krejtve edhe tjirë që kanë qenë pjesë, po Doni, Hana që ka qenë pjesë. Po që ka qenë edhe për mu përvoja e partë të shtatë. Po ty si sugarica e të shtatë që të kanë majtë kështu ma me hatër që ke qenë ma e reja? Mu ka majtë ma me hatër, ka qenë Orhan Kërkezi. A i ka qenë edhe një prej arsye pas favorite. Më kanë thonë gjithmonë në fillim favoriti për shkak të Orhanit, se dyqysh më ka pas si ma me qef. Edhe kështu që qamë... Ty edhe rinesën, ju me dyja. Po, neve dyja ma të voglave, ajna ka trajtu pak ma me kujdes. Po pjesa tjetër? Po në përgjithësi të shtatë që prej fillimit është cilësusi në televizion që ka pas një atmosferë shumë të mirë, kemi pas një kimi shumë të madhe me krejt kolegë, edhe që ka qenë që ka nga ka bo me arë shumë e qefë në punë, se na nuk kemi konë veç kolegë, kemi qenë krejt tri. Po, kemi startu kështë për me njëherë edhe dyqysh u pa të mbo shokë. Fiks, jemi bo shumë shokë, sa që edhe tash do më thënë që kanë kalu 8 vjetë edhe shumë prej nesh i kanë darë rrugët, prapë se prapë e kemi një lidhje, e mbajmë qatë shëshni që nga ka majtë atëherë. Ku bashkoheme. Kërë me në një qika 8 vjetë, apë ju duke kështu që një shekull, të në këto sene që i kemi kalu në të shtatë bashkë, e kur për me në një fillimin, do më që keni fillu në të shtatë para 8 vjetë, apë ju duke kështu shumë më të. Shumë shpejt kanë shku, shumë atë dyqysh nuk më duket asë njëherë. Nështë anaj, mas 8 vite është edhe mush një mosh tjetër edhe jeta ndryshon shumë, po momentin që vjen qëtë në punë, nështë është gjithmonë që ajo energjia njëjtë, njerës gjithmonë do shumë, pavarësisht që ndrohen edhe punëtorët, edhe kolegët, po energjia që e marrën të shtaqin, kush ka hyje, kush ka dalë, e thët njëtin sen që gjithmonë ta jep njëtën ndjesi edhe dyqysh nuk i vlerën ato, nështë 8 vitet që i kemi pas. Edhe une që s'jam më pjesë, gjithmonë e dëgjoj prej juve ose prej kolegëve tjerë që edhe une kom pas kolege në televizionet tjera, kështu që më duket që kjo është e njëjta që vazhdon me qenë për të shtaqin. E që roli gjenë për mediume, në bazë të asaj që edhe flasim me kolegët mediumeve tjera, është pak... Mirët nga Pranvera, dyqysh vjen punë me qef. Që kjo mendoj që ka shumë rëndësi edhe për krejt. Vjosa të regona pak për fillimet ritualet të shtatë, se falem me Gelina në fillim të emisionit,
Pranvera na tregoj pak, po për ty çush ka qenë si eksperiencë dhe po besoj që edhe për ty ka qenë përvoja e parë të shtaçi, apo? Në televizion po, unë pa ta punu ma herët në portal, po ta ma më punë në televizion asnjëherë jo, ka qenë përvoja e parë, ka qenë interesant vetë fakti. Unë asë nuk e kom pa konkursin, në fakt ma ka dërgu shoqja ja me ngush linkun edhe tha pse s'pa aplikon qëto isha në master atër. Pa ta apliku dhe thash, okej. Po ka tu e hap eksperiencin në televizion, thash, okej, po aplikoj. Ma ne veç kër vazhdojnë ato thirjet, fazat e testimit edhe kër e kena pa konkurencën e madhe, që mas ne patëm kuptu që dikon kanë qenë 500 ose 600 kandidat që kanë apliku për 20 vende ose 30 nduket. Edhe ka qenë shumë interesant, edhe faza e testimit si përvojë edhe gjithë shka unë nuk e kisha menu, ndonjëherë që nëse ftohesh një intervistë punës, ki me hy një lloj testimi, dhe me dije dhe ndoshta në fushat ndryshme, ka qenë shumë interesante si përvoj, po unë e përmenda që jem gëzu shumë kër më kanë thirrë në telefon, më kanë tregu qetra në punë. Po momentin që kena shku një intervistë dhe ke po sa shumë ka, diqysh ke menu adën. Ka dalë. Apo vi ka rani mu. Ton kë kandidat që veç pas ka apliku. Mandej kër filloj dhe faza e pranimit edhe mbetëm vish 20 ndoket. Nuk e di, qysh në ditën e po jena shoqnu edhe kena dalë me njerë me pi kafe edhe fëllshem kujtohet ajo ditë shumë mirë, fëllshem si me pas najna një 10 vjetë bashkë. Në shtapë se kemi qenë gjithë paka shumë njëjtës mosh, kemi qenë të ri gjithë edhe gjitha, se djem nga pas ma pak të në këtë grupën tonë. Vazhdën të ketë. Po qysh në ditën e po, për një me ka qenë i përvoj shumë e mirë që kër i kujton ato 8 vjetë pavarësisht sfidat që i ki edhe nështë ka njerë edhe lodhjes edhe streset, gjithmonë apet më bizotërën ajo energjia mirë, se të ke fundit përveç kolegëve kena fitu edhe një shoqni shumë mirë, edhe kemi njoft shumë personat fusha ndryshme që ndoshta në kushte normale asnjëherë nuk i kishim njoftë edhe aq më shumë e pas kontakte me ta, qoftë estradës, qoftë politikës, fusha ndryshme, kështu që jemi me fat që na ka jep të shtatë që natë ku këtë mundësi si të ri me nis një rrugë të media. Buni përshtypje shumë që thëna ka ndryshu jeta dhe për me të trijave ju ka ndryshu kështu. Jo vetëm neve. Jo vetëm neve, po shumicës po në juve trija ju kam këtë në studio. Na falni pak për këtë pjesën se qysh ju ka ndryshu jeta, sepse të trija tashme jeni po nana. Angelina edhe Pranvera pak mere, po për ty është përvojë e redi tash e një 5 muaj. Që kërë e menon, leo më duke të bisedu nga pa thonë fëmije një oa, që të e tash po bëni fëmijë. Nuk e di, kemi qenë të reja dhe nështë ta këtë plane tjera, jetën këtë ndryshe, tash kena kriju familje. Nuk di ndryshime të mira që vina të shumë edhe gjithse cili u lojmi për jetu, është knatësi, nështë puna nga ka jep shumë mundësi, edhe me njoft njerëz të ri, edhe me njoft nështë edhe personat, sidomos në Pranvera që i kena njoft përmes profesionit, edhe muna me thonë që mu për një metë shtatë që ma ka ndru jetën. A pe kallëzojna historinë që njoft me Enisin a jo? Jo, nuk e tregoj. Halo mi ka bërsh kësë ka blerë. Po për ty Pranverë se e ke folë edhe në rrjetet e tua sociale ku ki shumë djekse dhe ka gja shumë audiencë, po përvoja si në përjetimet e tua. Fëna pak për këtë. Kjo është përvoja ma e bukur që e kom përjetu edhe që ja uroj gjdo gruje, gjdo burre, gjdo prindje me përjetu. Jam të shiu shumë, Jani tash i ka gati 1 vjeç e gjys, është një fazë që gjdo herë më shumë bëhet ma aktuese, ma e bukur edhe për neve, sepse tash po mëson fjalë të reja, padyshim që është sfiduese, sidomos si nanë, mendoj që këtë aspekt veç nanat e kuptojnë nanën tjetër, ama definitivisht është një për eksperiencave më të bukura që jam të e përjetu për momentin. Po sa ma ka ndryshu të shtaçi, se unë goxha ka kalu kohë derisa jam bu nanë, atëherë jam konë veç 17 vjeçe, edhe sa pa ta fillu studimet, jam konë vitin e parë, merrsha notat mira, po si isha e kënaqur kështu me veten, ma shumë u gëzoj ke babi e mami, se sa unë që u gëzojsha. Pa ta shku në një drejtim që jo
jo që kom shku që e kom dash, po thjesht o kohën që ajo një... Se kom harua, jo ka një juridik, po. Një zgjedhje që kom bo në moment, edhe kom hy, edhe e mandej... Sa mos me kam pa fakultet, që e kam pa projekton. Po, qashtë me pas diplomen. E vjosa që të regoj shoqë që amu ma ka dërgu vlau konkursën, edhe kurse kom menu që si 18 vjeqë, gjithmonë e kom dash televizionin, e kom shiku moderatorit, jo mull para televizorit, jo menu me imitu, po nuk e kom menu që ka qërej ka me marrë mundësia, kështu që kur ma dërgoj vlau, thash hajt për vëj, edhe pëse shpresat nuk jënë konë që mundet me ndodhë diqka. Edhe pa ta apliku, edhe mandej veç tregun edhe Gelina Vjosa qato procedurat e intervistave, testimet, po shtris, po definitivisht ka qenë një hap shumë i madhe dhe ka qenë shumë e rëndësishme që natë mosh më hap një derë për mu në media, edhe prej aty me kriju një karierë rreth 7 vjeçës gjysë që i kom bo deri tash në media. Po në fakt ka qenë e rrallë se në atë kohë jo gjitha mediumet ju kanë jap mundësi sidomos trendëve pa asnjë ditë përvojë pune. Edhe të shtohet që ka sjell për një me, pa të sjell në atë kohë si në tregun medial, edhe ka qenë diçka që në atë kohë bën një bujë shumë madhe, një televizion i ri, me një ekip të re, fytyra të reja, energji e re, dhe më thonë ka pas shumë pak fytyra publike që kanë qenë pjesë e mediumeve dhe ma herët, edhe kjo ka qenë e veçanta e të shtaqe që më duket mas nej ka vazhdu gjatë gjithë kohës me një staf të ri. Edhe mas të shtaqit kanë ardhur edhe televizionet të reja, se derisa u hap të shtaqit i kemi njoft 3-4 televizionet që jënë konë tradicionalet, që jënë konë prej babalorëve tonë. Po, edhe të shtaqit si hapje televizionet du konë dishka shumë e re edhe ka marrë shumë bum me hapje në saj. Bujt, po e ka ndrua dhe këtë pjesën ndështa që ka njës me staf të ri, me njerëz të ri, që e kanë vazhdu edhe televizionet tjera, mas nej që është një mundësi shumë e mirë në shtatë dhe përket ata që studiojnë gazetarinë dhe e kanë qef botën e televizionit. Ja, u ka sjell një ide të shtaqe, që sa atyre që kanë orë në bazë. Unë e pëtu mundojt tash edhe të pjesa e terrenit, se... Jo pret se para se mundojt e pjesa e terrenit, dishta me të pyte dhe ty, a i ke këshilu për ka pjesa e nonës, se ti e bu nën pak ma heret se të dhja. Po, normal. Që e bile kështu harru me të regu, që përshamë shumë shpesh kur kemi foljet me Vjosën ose pranverën, Vjosa shumë shpesh e ka përmend që je ndër njerëz të vetëm ose të pak që më ke tregu për shembull, nuk më ke tut prej martesës, nuk më ke tut për më bonon, sekret kur të folin ta bëjmë ta bëjmë tepër të vështirë që atë pjesë që ti nuk e din ç'është ka me qenë. Kështu që kur e përjeton ti vet, Arbria ka qenë, Arbria dhe Hana kanë qenë një ndër parat që më bonona para neve, po mase unë jam sot, po normal që gjithmonë kemi fol bashk. Jemi këshillu, i kemi të rëgu njëna tjetërës, qka të pret në dhe shtanë? Është e qëdishme se na nuk e kemi mbajt as jetën private, po me nëja as familjane, sa që momentin kër unë e folësham me shoqni tjetër që na jena që shtot, juve ke habit qysh mundet nështë kolegu i punës, edhe të këshishën kësha je normal që full kësi sanë me kolegë, po thjesht se kuptan askush pa qenë pjesë nështë sa është e njësishme me u përshtatë me kolegë në punë. Unë me u dërgova që shoqe, dyqysh si kolege, kur nuk o mujtë me i po, të manë si shoqe. Pakte na hapat e parë dhe... Po edhe na dyqysh e kena punu në një emision në ekipa, kur nuk kena konsideru nështë ta kolegë me zvete, kena pas një shoqni një afërsi shumë të madhe me një tjetërin kështu. E tash, po dojle me të terene, apo? Se, tash ta me u dojle të kjo pjesë, normal që shkemi qenë krejt 3 edhe kemi fillu me punën në teren mas pare, e qka ka bo ma atletë dhe shumë ma atraktive dhe ma të mirë. Qa, po i shumë, pak nostalgji për ju. Taman qika. Për shambull, terene për neve ka qenë shumë ma i mirë, se kemi qenë bashkë, kemi dojlë bashkë, edhe aty edhe kemi bo shumë atraktive story, që më pas ka marrë malli me po. E që qëfar energjia? Me po materialin. Që qëfar energjia? Është interesante se kemi sjellë sidomos edhe lidhje direkte, po edhe storje tilla që nuk kanë qenë shumë ndoshta zakonshme në atë kohë dhe nuk është që i kanë bërë ndoshta gazetarët e terrenit, po flasim këtë aspektin jo te pjesa informative, po tek pjesa argëtuese edhe
tash 8 vite kanë kalu, po ka raste ku hala mysafir që vina për menin aventurat që i kemi pas. Shumë e vërtet. Një me nostalgji me i pa. Pile fix mas aventurave më duket që mund patra me u largu për të shtaqet. Na i pa të prish. E ke prish servise. Rubrikave që për një me u konë shumë e dashur edhe jo veç u konë e dashur për publikut, po edhe na jemi knaqur shumë edhe shumë e kemi shiju. Edhe nëse njona për nesh për shembull nuk ka pas të rena, gjithçka kemi bu punën që kemi një munje na ka një që na me shku bashkë në teren. Edhe nëse kemi nejt gjithë ditën edhe nëse kemi nejt dhe i mbrëmje vonë, qoftë në teren, qoftë montazh. Edhe kur ju ka prish kemi nejt me njëra tjetrën, gjithmonë. Nuk e kemi lënë njëra tjetrën asnjë. Edhe jetonin Ai e din krejt terrenet tona, kështu që edhe ajo kom pjesë e katërshës tonë. Kjo prisha e aventurës së shpesh e diskutojnë, është njëra prej ndoshta sfidave t'juja që e keni pas në terren, se kena shumë kështu. Jo, sfidi jo, s'pak të njerë pa ndodhë, po njerë ka qenë një shka interesant. Mirë që na pa gjetë pranë një kafes, edhe di që jemi ullë, kemi pikë kafe, kemi pikë doke 3 orë. Po, edhe e kemi kalu me të qeshura, që që kemi po gjithmonë. A për ndryshe, momentin që kena dalë terrene tila, veç nuk e ke di që jenë terren, vish ju shje për fshi, qoh me personazhet, cilat i kemi taku edhe na ka prit me realizu storjen, po se mos flasim anej, kur ka fillu rejtë, se kena dit atë që ke haru që po gjërosh, veç që jetoni nalë, dhe ma ndej këto pjesë, po për ndryshe jetoni, ka qenë një prej kamermanëve që na i ka duru mas shumë t'i tekat, se na në atë kohë dhe ma të reja, edhe kishim kohë sa dush, se asë njona... Na jemi kohë ma të reja, nërsa jetoni u kohë që ka pas goxha ma shumë përvoj, kështu që edhe prind edhe që ka pas ma shumë përvoj se na në media, kështu që edhe na pak ja kemi largu ata për streseve, edhe ai na ka një muneve në anën tjetër. Se dhe ai gjithmonë ka tentu që nëse s'kem pas njëra të rend që e thash, edhe jetoni ka ndërhyj që me mujt me na gjetë diçka që me shku na bashkë. Ka bo sakrificë që me gjëru 3 historie një të ndi që është e lëshme. Sështë e letë, e vërtet. Keq e letë. Si jam dënë se unë në atë kohë nuk kam qenë në emisionin e verës. Unë e përtu se 8 vjetë i kam më në gjasë. Gjiste, na kena qenë në gjiste. Gjysëm vite kam, ose afër një vite, jashtë më në gjesit. Edhe është interesant kur i këshyrim, për shembull, kur i shohim tash materiale që i kena realizu për një me, jenë kanë shumë të veçanta dhe ju tash nuk është që bojnë, as nuk kanë bojnë është amajnë, për nuk është dhe që bojnë tash që si materiale. Na ta amajnë e kena marrë rolin kështu, qatë do që kena shku me bu, kemi hinë në rol. Në fakt, kanë tentu më duke të kemi po disa storje që i kanë realizu kolegët nga mediumet tjera paka shumë si të gjajshme, po që nështë gjithë kush e ka atë metodin e vetë edhe... Edhe që atë energjin që e thamë që ka fillu televizioni me që atë energji, gjithmonë jemi mundu me shprej edhe në materialet që i kemi bu, sidomos kërë u konë puna për aventura, aty serios, s'ke mujtë me najtë, kështu që e kemi tregu çdo pjesë të aventurës, që na i herë mundët më shku gjithë shka mirë, na kanë zonë shio, për shamë në 2 javë në zipline, breshër, ta ma nuk unë shumë shi i madhë, edhe të vënë, edhe që ato... Ma jote, pravi. Katastrofë. Ajo, ka me neve që atë të? Jo, nuk ajo. A vishë kështu që i ke po? Plusone që kom fëbi për lartësis, edhe na kanë zonë shiu, ma ndej pa të më hypë në atë hullojnë e madhe edhe aty e pa ta sfidu vetën. Që që e kemi sfidu vetën në storje, edhe fëbi tona e kemi sfidu edhe... Edhe jetoni gjithmoni përgatitur me GoPro, me kamerë, me krejtë kemi pas. Me një shumë pajisje. Po përveç që e përmene që gati 8 vjetë më nxezë vjus të kanë bu, e kemi pas në një emision për disa mujtë shkur që jemi shkëput pak për i më nxezët, edhe që ato e kemi po pak ma ndryshe, kemi sill një emision ma ndryshe me ftyra publike, me disa loja që i kemi bu, e që vish nga dyja i dim, sfidat nështë që i kemi kalu, të gjia jepe. Dikun 7 vite i bëj veç më gjas, një vetë pak showbiz, pjesa e të GIF-et, po nësë është diçka që për një me, nështë mas shtyne 8 vite moj me u krenu si gazetore, si moderatore, nështë edhe pjesë tjera që shpesheri kena kryzë bashku, pjesën redakturës,
producentit, është emisioni që e patëm bo bashkë TGIF, që e patëm bo me shumë dashni, ndër tjera e patëm sjell një risi që nuk ka pas stonje tilla në për media, ndoshta edhe rubrika tilla, ndoshta me sjell ftyra publike edhe me I lexu komentet negative që ja u kanë dërgu edhe me I komentu, nuk ka qenë në asnjë televizion, po ka qenë një produkt shumë interesant, një produkt që ndoshta edhe mua edhe ty na ka mësu, po të njëjtën kohë edhe na ka po me kuptu që okej, na po pjekëm në aspektin medial, përvoja jonë që kjo, kena arrit mi kriju qëtu kontakte, di me bo qëtë pun, edhe menoj që ja kemi dollë shumë mirë, duke falenderu gjithmonë Leon që na I ka besu këto projekte, pavarësisht ndoshta ju gjithë kushta ja e patë punësi, po më duke që është produkti që për një me edhe edhe ti ja kemi dëshmu vetës që dim me I bo gjitha, dejna të përvoj qka e kemi pas. Kështu që është gjithmonë kërë e kujtaj ndina krenore edhe me vetën, këtë rast edhe me ty se Bravera ka ikë edhe na kalon, edhe që e kemi arrit me bo një emision t'il për një sezon sa e kemi pas. Një emision simpatik edhe taman me 2 lozënjale. 2 qika 3. Bravera të kujtojë sa shumë jemi mërzit, kështu krejt kërë e batalion të shkoqën. Doket na u da krejtve që u fundat zbota. Si maturant. Edhe për mu, konë shumë e fështirë, se të mos fakti se na e përmenën gjatë gjithë kohës që jemi konë shoqni. Kjo dhe më thonë që na u patëm lidhë se cili emocionalisht me të shtaqin, me energjin këtu, edhe që ajo ka bo shumë të fështirë largimin për saj. Po në pash që dikur u bo pak si zone komfortit për mu, edhe menoj që për mu desh me dalë për zonës komfortit, edhe me provu diçka tjetër, edhe me kërku diçka tjetër për vetës, po shumë është kohën emocionale për mu, po një prej se kom bo herën tjetër, e kom marrë si mësim për të shtaqit që mos më u lidhë shumë emocionalisht, me kry punën tonë, po normalisht në funditës me ja ditë vlerën vetës, edhe me kërku gjithmonë ma shumë për vetës tonë, po pa dëshim u konë shumë Po pëse ma ndej televizionin tjetër kër e ke lanë nuk je mërzit. Jo, hiq, unë thash që e kom marrë mësimin, dhe më thënë, i kom pas 2 përvoja që unë konë krejtësisht ndryshe për njëra tjetër në momentin që jam largu prej të dyjave. Po, kur të ti kthesh kësaj zone të komfortit, Bravera, a kin plan me u kthy diçka, se Vjosa ka me nalë bashkan gjitë pas disa mujve. Kush po tha që zone komfortit? Po, e thash në thujz. Nuk e di, nuk është që kam naj plan konkret, po unë e tregova dhe ma herë që gjithmonë e kom dash televizionin prej e vogël, që nuk është diçka që unë ja kom vendos vinë edhe nuk kam u kthy prap në media, po nuk ka diçka konkrete, po, ja kom lënë kohës, kur do që është koha e duhur, edhe ka diçka që më përshtatet mu, edhe unë I përshtatem asaj, atëherë pse jo mundem edhe më rikthy herdo. Pashmakshëm për vajzat e reja të bukura dhe që dalin në ekran nuk mungojnë kur as para gjykimit. Që keni përballë në fillim edhe mas nej edhe gjatë ditëve të sotme kur po flasim se je shumë aktive edhe në rrjetet sociale Bravera edhe që janë të rralla reagimet, por që ki ka njerë edhe reagimet ndështë edhe për para gjykimit se për ndonjë komentit të cilin të bëhet në rrjetet sociale. Krejt komentet që e shetë të Bravera në TikTok që kthejnë për Marion. Po, pa dyshim. Po ka njerë të kjo edhe me video edhe full për to, kështu që. Pa dyshim, do të thonë sen nuk ka pas mendoj komente gjatë kohës sa jam në televizion, që kam pas prej momentin që jam fokusu ma shumë mediat sociale, sepse këtu ju gjithë shka shet, ti nuk e shet publiku, nuk e din gjithmonë qka pëthojnë, nuk i shet gjithmonë komentet, ose ka persona që nuk vendosi mës me komentu, po në rrjetet sociale se cili e ka një llogari, nëse nuk dënë me tregu ftyrën ose emrin e vetë, atëherë gjithë qysh ka me hap një pa emër, pa ftyrë edhe ka me ko një lirë me thonë edhe fjallën ma keqët mundshme. Kështu që mendoj nëse më ka mësuar më përballë para gjykimit ka qenë pikërisht periudha sa jam në rrjetet sociale, sepse ka shumë, sidomos sa i përket pjesës së bukurisë edhe fizikit, sidomos masi që jam bën non, domethënë a ke hu pesh, pse s'po hu pesh, koketrash, këto janë të përditshme. Po besoj më shumë ti prej grave vin këtu para gjykimit. E thashë edhe në ditë që domethënë çajo më ka dëshpëruar më shumë të se jam kon Ljepi grave, po për vetë nanave, që jënë konë vetë I kanë kalu që ato procese, po jo mundu shumë e reagu në këtë aspekt, sepse ka shumë që
e ndjenjë qëta ka shumë që kanë komplekse, edhe për mu konë shumë e vështirë, masi që më bunon mu adaptu sërish me trupin tem të ri, me ndryshimet fizike, me faktin se jo gjithë shka mas e më ka nejtë mirë, konë vështirë me gjithë diçka, me më pëlqy vetja që shpëdokna, kështu që nëse ti vendosë sinon me hyrë në rrjetet sociale dhe me abo dikuj halamat vështirë gjatë periudhë, Qa kemë ri me jetën tonë. Me tonë, do më thonë, qka ke mësuti për që aty në përjetimeve që i ke pas vetë. Kështu që thjesht duhet me te i kalu, mendoj që në qëtë aspekt ndikon shumë ana psiqike, sa i e fort, sa më ndosh mës me ilon që ato me ndiku, se nëse edhe që ato ndikojnë të te, pa dëshim që ka më të rëndu shumë, që ajo, si të mësë faza postpartum, që është shumë e vështirë për se cilin për nesh, po në qëfar do lloj faze, nuk du me thonë veç masi që e bonan, gjithmonë ka shumë paragjikime, sepse edhe në rrjetet sociale po që posë kësaj pjesës më mësis nështë edhe paragjikimeve që i merë nga gratë ndaj një gruaja, ka edhe për pjesë të tjera, përvësaj. Jo vetëm për këtë pjesën. Pikërisht, për gjata kështë të thonë që jo veç sa i përket më mësis, po në gjitha aspekt ka. Do më thonë, rrjetet sociale jemi mësu me pa jetën perfekte të gjithve. Do më thonë, dikush që ullëtan shumë, dikush që doket gjithmonë bukur, që i ka gjanat e shtrejta dhe munduhet me tregu një jetë shtrejt, që ndoshta nuk e ka mas kamerave, do më thonë janë pak sekunda, pak minuta, disa foto që i qatë në rrjetet sociale, po që tregon në realitet tjetër për jasoj që e ka në të vërtet, edhe kjo mundet me ndiku shumë të shumë njerëz, do më thonë që mundën ka rase kur edhe dalin për vetës për më mundu me kriju diçka t'til, po thjesht unë mendoj që nëse je vetvetja, nëse mundosh gjithmonë me rujt originalitetin tënë, atëherë mundesh me ja dalë edhe që atëherë je shumë ma e dashur për publikun. A ka qenë vështirë për ty nështë ta me bind veten me qenë originale edhe ashtu patje klef për me dalë edhe në rrjetet sociale, sepse në periudhën kur ke nis ti nuk ka pas shumë vajza që e kanë bu të njëjtën gjë, do të thotë ka nis më vonë, nështë ta me dalë pa grem ose çushon të nejtë ka shpia me fshije, me gatu e gjana tila, apo në periudën kër keni fillu të edhe Mariani nuk është që ka pas shumë. Po, vërtet, sidomos qifte nuk ka pas shumë, që kanë jetu në Kosovë dhe kanë bu këndajnë, që na kemi fillu shumë spontanisht. E kemi gjiru një video, kemi pa që ka shku mirë, kemi gjiru edhe një, e kemi pa që ka shku mirë, për ju pëlqen njerëzve, edhe thjesht kemi vazhdu. Fakti që u kunë spontane, edhe nuk u kunë diçka e sfërcume, që me thonë, për që du me bëj çdo ditë video, se gjithë qysh du të me dhez, po bëj që ta, se që kjo dhez, apo den thjesht jemi kunë spontan, kemi tregu momentet tona në shpit, familjes tonë. Do më thonë, jemi konë shumë original, jemi mënu me tregu vetën në krejt anët tona, edhe në anët kur do më thonë nuk jem duk mirë që e the, unë nuk është që mëndona mu duk perfekte në krejt video që i postoj, qështë do që jam në shpi, her i kom fluk të pandresqa, her jam pa grem, her nuk jam e veshne me tesha në shpi, normale, prapë se prapë nuk është që mëndona më shku prit lyna, të bona gati, ndrejshna her dukna perfekte, e mandej dalë në video. Edhe mendoj që kjo na ka bu që me vazhdu tutje edhe njerëzit me na dashte. Zakonisht njerëz të televizionit janë ma pa komplekse, kështu. Po, edhe mendoj e vërtet. Mësohen me botën e medjes, po me kamera, dhe mandej mësohen edhe nështë me ato të këqia të vetës, ose shka në slengojnë. Aktive në TikTok kove të fundit? Aktive s'kësha me thonë. Jo, nështë duke di që për jatë një rutin shumë shpejt në mëngjes edhe rikthimi në punë është një kohë që e kom shfrytzu ndoshta ma shumë me najt me bebën teme, po pse jo dhe kur kom pas kuati këto me montu një video, sa mës me u largu prej punës, është interesant se kish malë mali me hi me montu, se ato jo një farë mini storje, edhe ndoshta mës me u shkëput krejt, po për ndryshe që shë tha dhe pravira për një me është e mira ndoshta sidomos e TikTok-ët, edhe sidomos edhe ftyrave publike që kanë dalë me të regu që jo gjithë shka është perfekcion, jo gjithë kush e ka jetën shumë të mirë, që shka qenë ndoshta kjo bota Instagramit, që ndoshta shpesher ka ditë me qenë edhe depresive, tjetër realitet ke pa në rrjetet sociale, ndoshta tjetër realitet kena pa na kur je ull, ke bisedu me dikon një intervist, ke pas në do një tem, do një ngjarje me trajtu, kanë qenë realitetet ndryshme, normal duke mos i përfshi krejt. E mira është tash po shfaqet ta marrë realiteti që gjithë ka një jetë normale, paka shumë rutinat i kanë njëta, e kanë një lloj pune, kanë stres, kanë obligime, nuk doken gjithë bukur,
Edhe bile pi pëlqen njerëzve me këshyrë, për shembull që ato video, që atë lloj tjetës, që qosh me nxeze, ki shpin kërshe, që shtoja nis me fshia, dhe pi pëlqen shumë. Ja, shumë relaksuese kështu që... Ka gjaj ka virale këto video të pas. Këto video, po e që po thot Pranvera është çudi që ndoshta pikërisht sidomos ku jemi tek gjinia femërore, dyqysh lufta më e madhe është gruaja me gru, nuk e kuptoj pse. Është interesant se momentin që ndoshta ka mbet 7 zonë, fillim disa muaj në as që jam vërejt, po okej, kur fillova, besoj që komentet që i ki a je fryja, po adhe këto komentet, nuk e di, vishin për gjinisë femërore. Uc po do kësheq, ujo ku ke fry. Adhe djallë. E pas ke djallë, e pas ke qitë. Okej, është me i full, ndoshta se janë tema tabu, po ma ne i para gjykimet, o ki mundi kështu, apëtin personat nuk janë të njëjtë, përjetimet nuk janë të njëjtë, a thjesht ndoshta që pjesë që duhet me bo njerës është më rezervu pak në komente, që ka do qofshin ato, jo vish për pjesën e mëmësis, për ndoshta dhe të punës edhe, njerës janë ndryshëm, përjetimet janë ndryshme dhe menoj që duhesh me lonë se cilin me kriju përvojën e vetë edhe me përjetu se cili edhe me mësupi përjetimet që i ka, jo me atë regutin që është një rrugë që shtoj aj me shku, se nuk është nështë rruga e ti, është rruga jote. Që këtë fenomen, do më thonë, komentet e grave, ndaj grave, se normalisht nuk mungojnë edhe për burave, po e kemi pa që edhe në për studio televizive të tjera diskutuot shumë gjelozia që kanë gratë me zveti. Pse po ndodhë kjo tek na? Dhe që është shumë e shprehun, si të mësë edhe në për komente që po flisni jo. Që to për mos me arru, tash po kam normal kundërshta se po mbjen ma shumë e najnë shpe, edhe heri pasirje, kur kam okej, qomë rrjetet sociale, qomë televizion, me ishi që këto emisionet që jëmë bo tash zakonshme me një panel të grave dhe tema. Ajo që kam ka ranë sy, nështë në këtë rast se ti kur je në media dhe punën nuk, nështë i këshyre emisionet në cilën ti bën pjesë, po jo dhe emisionet tjera. Ajo që kam ka ranë në sy edhe në vesh është që pse mbledhen në shumë të në rast një panel i grave edhe paka shumë e komentojnë e gjykojnë femërën. Qoftë femëra që kanë marrë pjesë formate ndryshme, qoftë nuk e di, qoftë persona publik, edhe kjo një farë forme më boni me menu që këto emisione ndoshta janë kriju bashkë për fuqizimin e grave, edhe ndoshta edhe me përqu mesazhet mira, ato e pas parasysh sa rastet po ndodhin, sa tragjedit, sa numrin e vrasjeve, veç një vetë kur kemi qenë prezantim bashkë, më duket që s'ka pas muj, që s'ka kalu që kemi lexu lajme, kemi raportu për vrasjen e grave, nanave, edhe nuk e kuptoj pse ti mbledhesh si panel edhe gjykan që shu vesh, që shu duke edhe okej, menoj që nështë duhet me stopu edhe me qenë pak ma mbështitse edhe mos mi shiku femrat vesh me i gjyku. Vetë femrat, jo meshkujt. Po që kjo nështë është ma e shprehun edhe në për komente në rrjetet sociale Pranvera? Po, pa dyshim, në thash që aty nuk ka regula, nuk ka kushte, kështu që çdo kush mundet me hi edhe me jap një koment çfarë don. Është shumë e shprehur, sinqerisht kisha pas qef me ditë arsyeën se pse është kjo lufta e grave mes grave, po nuk e kam ndoshta një serim qartë halo. Që është ky fenomen sipas juve? Nështë një perceptim që keni mujt me arrin deri tash. Nështë nuk është që e ka gjetë përgjigjen dikush ajo, edhe pse shumë herë kemi po edhe reklama tilla women for women, gratë për gratë e krejt, po që nuk po del që është edhe feminizme, edhe feministet, edhe mesazhet. Dhe gjithmonë që gratë mos me përkrajnjen e tjetrën, ndoshta mos me gjithë përkrajet e gratë e tjera, nuk e dim pse po ndodh kjo luftë, ndoshta mundem me qujt luftën tojza halo mes grave, por që dikur ndoshta duhet me u vedisu që me qesë të mës vajzat e reja, ato që janë ma në moshë, së të mës vajzat e reja me gjithmonë me i përkra
Po ndoshta edhe me qenë të kujdesshëm me mesazhet që i përqojmë edhe me ato se çka folim, se na nuk mune me ditë, po një deklarate jona munet me qenë shkas që dikush me bo diçka, me bo një veprim, edhe dikush me mendu ma ndryshe, edhe duhet me ditë ndoshta se çfarë mesazhe jemi t'u jep, sidomos vajzave të reja, çka jemi t'u ju paraqit atyne, edhe çka jena t'u ju servu, se me një anë ato shohin rrjetet sociale, na shohin neve një interviste, shohin një emision tjetër dhe paka shumë ju krijohet ajo bindja, është sidomos një moshë delikate që i marrin që ato edhe mandej vinë edhe ato problemet që po ndodhin në shoqëni. E vërtet, none ka të Regjia na në kërkujnë ndjes për mësafiret i kena pak speciale. E po kemi të 8 vjetorja. Kemi të, jo po e përfundojnë të Tu i ra pika regjisë të torit. Po këthejemi të 8 vjetorja ku ka ajo. Të shumë që dojnë me kam drejtë edhe veç është të më këshyrë së koloni kam fajet. Kena me bo një farë të dësh në bashkë me juve, për në i tjetër, kështu që kjuftojna publike është ana pranër një marë. Pa tjetër. Ta është në zonë ngusht dhe. Qa me të thonë jo. Unë e visa në mision mo. Edhe pse shumë ndjeni interesante me qenë e ftume. Po shpi kuptoj se dyqysh mësafir të qëshin se ta shpja u kuptoj ndjesin. Po për ndrysha me mësafir të mirë sa shpejt shkon koha. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në hashtag Gjesi. Shumë faleminderit edhe ty Gelin shumë, edhe ty Dan për Faleminderit shumë edhe për energjinë një që Jose në bashkë. Jose faleminderit që bëni emision tonin. Faleminderit Gelin. Është gjithmonë gnaqësi si mysafir, si prezantuese, si çka do që vjen. Si shoqe si e. Jo vetëm jo vetëm Gjesi, po gjitha emisionet edhe në të shtatshë edhe çovish edhe ndes gjithmonë është ndjen e mirë dhe knaqësi aq më shumë edhe për një emision. Na kemi u pa dhe irave tjera për besoj. Ftesën në publikisht në trajnë, nuk shtë. Prej meje, po ju urej shumë shëndet edhe sukses. Një Gili edhe Don, edhe të shtoqit, po ja urojmë një jetë jo veç 8 vjetë, po një jetë të pavëndme, me një super staff gjithmonë edhe me shumë suksese edhe emisione e shikueshmëri të madhe, gjithmonë paq të shtatsh. Faleminderit shumë këtu. Po shpresojmë që kemi festu edhe shumë për vjetora tjerë, kështu së bashku të shtaqet. Po, padyshim. Bashkë edhe me këtë ekipën që edhe pse si janë mua apet janë. Janë pjesë e jo. Bashkojmë kretë edhe shohim për një mend çka kemi folë sot. Hajde se çtu po duam përfundu bashkë me qikat emisionin. Apo dalim atë aty? Dori të thonë ku po të qeni pregarikës. Apo dalim këtu aty? Qesa po ullën në qëtë bashkë. Që po ullën në qëtë bashkë? Hajde në mes, Gile. Bashkë për shpëdokëm si mysafir. Pak se ato mbledhjet e mëngjesit. Do se neve na bjen gjithë me përfundu emisionin, hajtë pranvera dhe vjosa që të përfundojnë sot, dhe t'ja njëse. A vëse momentin që ullam shkoj menja, thash pas në arru edhe me folti qysh. Që, po jallo pranveri, sa? Ishte shumë kënaqësi me qenë bashkë me juve edhe këtë mëngjes. Faleminderit edhe njëherë Gelinës edhe Donit, edhe Vjosës po ashtu. Ju uroj çdo të mirë edhe mirë pafshim. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit edhe shikuesve që kanë qenë bashkë me neve, po besoj që kanë pse me vazhdu me qëndru me televizionin shtatë aq më shumë që sot mbush 8 vjet. Tong meq, na do shihemi prap nesër, ju vazhdoni me qëndru me programet e tjera të shtatë. Ciao!